u përpoq me çdo mënyrë, u përpoq me gjithçka, me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama, vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama, vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por, për 12 vite shqiptarve, nuk u tregon gjë dot një vepër, sepse kudo ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur. Luftë e tij me Partitë Demokratike, trashëgiminë e saj, është luftë e Don Kishotit me mullit e erës. Çfarë do që të thotë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamuri i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që antarësojnë Shqipërinë në Këshillin e Europës. Është parti që antarësojnë Shqipërinë në NATO. Është parti që nxori Shqipërinë nga terri dhe errësira. Është partia që çau malën bashkoi kombin me rrugën e kombit. Është partia që dyfishoi rrogat, pensionet dhe nxori Shqipërinë nga humlera e varfërisë në grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta. Kjo parti është partia që liberalizoi vizat shqiptarve, sukses të tyre të jetës i nxori nga izolimi evropian. Kjo parti është partia projekte të mëdha, më të mëdha në historinë e Shqipërisë dhe në më të mëdha në rajone me gjërë, etapin Devollit. Miqtë e mi, kjo parti ka paraqitur para shqiptarëve një program në të cilën jo më vepra të caktuara, por Shqipëria e tërë do të jetë madhështore, madhështore, madhështore. Edi Rama, me propagandën e tij, përpiqet nga mëngjesi gjerëndark, i qanë hallin Kalorshit se i varen këmbët, i qanë hallin Sali Berisht për vitet e tij. Tani do t'i them këtu para jush. Edvin, vitet e Sali Berisht janë që të gjitha vite bio. Janë vite bio. Dhe ti u që i bëre me lakejt e tu, treguar se Sali Berisha del sot para shqiptarve si politikani më i pastër që ka njohur Shqipëria dhe me gjërë.
e të vinë me atë vetin për të cilin nuk e nise përsi e nise